Pse Shqipëria nuk është Tunizi? Kështu titullohet artikulli së përditshmes prestigjioze italiane Corriere della Sera, në të cilin analizohet pozicioni as pak i favorshëm i Shqipërisë në rrugën drejt integrimit evropian, pas protestave të dhunshme të opozitës. Corriere della Sera e cilëson pa vlerë krahasimin e gjendjes në Shqipëri me atë në Tunizi. Sipas kësaj gazete, ish-presidenti tunizian Ben Ali ka qenë në pushtet që në vitin 1987, në saj të rizgjedhjeve periodike formale. Në Tiranë, kryeministri Sali Berisha është në pushtet që nga viti 2005 dhe u rizgjodh në vitin 2009, edhe pse me vota të ngushta dhe me akuza për manipulime nga opozita. Por nëse Berisha është një politikan me eksperiencë dhe i diskutuar, edhe lideri i opozitës dhe i Partisë Socialiste Edi Rama nuk është vetëm një artist ekstravagant. Gazeta e cilëson Ramën si një politikan me një CV politike të njollosur nga akuzat të përsëritura për korrupsion dhe abuzime në dhënien e lejeve të ndërtimit, pasi që prej vitit 2001 është kryetari i Bashkisë së Kryeqytetit. Shqipëria nuk ka asnjë kalorës të bardhë që do ta lirojë vendin nga pushtimi dhe për fat e merit të shqiptarëve regjimi shtypës i së shkuarës nuk është më, komenton Corriere. E përditshme italiane citon gjithashtu liderin e opozitës Edi Rama, i cili i bëri thirrje Italisë dhe Bashkimit Evropian që të dënonin dhunën në Tiranë për vrasjen e 3 manifestuesve. Si kundërpërgjigje, Pallati Kixhi nxorri një komunikat në të cilën thuaj se Italia ishte kundër çdo lloj dhune, duke i bërë thirrje opozitës dhe qeverisë së Tiranës që të zgjidhnin në mënyrë paqësore dhe nëpërmjet institucioneve dhe dialogut politik mosmarrëveshjet mes palëve. Këtu duket qartë se apeli i Ramës nuk është dëgjuar. Në përfundim të artikullit, Corriere della Sera i rikujton edhe një herë klasës politike shqiptare se zgjidhja më e mirë është kompromisi, duke dhënë një mundësi qeverisë në detyrë të Tiranës që të vijojë rrugën e saj drejt Europës.